الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين به ونستهديه ونصلي ونسلم على أشرف الخلق وأكرم الرسل من بعث رحمة للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Allahun Zotin e gjithësisë falenderojmë. Atë e madhrojmë, prej tij ndihmë, mëshirë, udhëzim, falje dhe pranim të veprave tona kërkojmë. Mbi pejgamberin ton salavatet më të përzgjedhura i dërgojmë, duke dëshmuar se nuk ka Zot tjetër të vërtetë përveç Allahut, dhe duke dëshmuar se Muhamedi alayhi salatu wassalam është robi dhe i dërguari i tij. Allahu e dërgoi me shpalljen e fundit Kur'anin famëlart, udhërfyes për jetën tonë të lumtur në këtë botë dhe për të arritur shpërblimet e Allahut të pafundta dhe të panumërta në ahiret. Të nderuar vëllezër, këtë ditë ata të cilëve Allahu a ka mundësu me shku në haxh do të nisen rrugtimin e tyre të jetës. Allahun e lutim që Allahu t'ju jep pranim të veprave dhe të na kthejmë prej haxhit me haxh mebrur për të cilin i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë el hajjul mebrur laysa lahu al jazaa illa al jannah. Haxhi i kryer ashtu si duhet, nuk ka tjetër shpërblim përveç xhenetit. Allahun e lutim që t'ju jep shëndet, t'ju jep gjëra të mira gjatë këtij rrugtimit dhe të na kthen në shtëpitë që do t'i kthen në shtëpitë e tyre, sikur në ditën kur i ka linë nëna e tyre pa mëkate dhe me vepra të pranuara. Ne që mbesim këtu, nuk kemi pse me u mërzit, apo pse me u piklu. Edhe pse dëshira për me shku në haxh është një dëshirë shumë e madhe, por Allahu subhanahu wa ta'ala me mëshirën e tij të pafund na ka dhënë edhe ne mundësi që të fitojmë sevape dhe të arrijmë gradat e larta të devotshmërisë dhe të arrijmë shpërblimet e mëdha për veprat e mira që Allahu subhanahu wa ta'ala prej neve i kërkon. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: "Wal fajr wa layalin ashr", betohet në kohën e mëngjesit, sabahut, dhe pastaj betohet në 10 netët. Ibn Abbas, komentuesi më i njohur i ashabëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i Kur'anit thot Allahu në këto net që i ka përmend e ka për qëllim 10 ditët e para të muajit Dhul Hijja. Sa për informat, këto ditë fillojnë nga data 28 maj, edhe brenda 10 ditëve vepra e mirë është më e dashur tek Allahu subhanahu wa ta'ala se sa çdo vepër tjetër e mirë. Që do me thonë, Allahu subhanahu wa ta'ala në këto ditë e shumë fishon shpërblimin e veprës së mirë dhe ajo është në gradën më lartë se sa grada e luftarit në rrugë të Allahut, i cili ka dalë me jetën e tij, me pasurinë e tij dhe pastaj nuk është kthyer me asnjërin prej tyre. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Mal ayyamu fihinna al-amalu salih ahabba ila Allah min al-ashr." Nuk ka ditë në të cilat vepra e mirë është më e dashur tek Allahu se sa vepra e mirë në këto 10 ditë. Pastaj e pyetën: "Ya Rasulullah, wala al-jihadu fi sabilillah?" Se ku njeriu del për të sakrifikuar jetën e tij, pasurinë e tij, çdo gjë që posedon për hir të Allahut, me siguri se është kjo një gjendje në të cilën Allahu e do veprën e tij. Pejgamberi thotë jo, as xhihadi në rrugt të Allahut përveç personit i cili ka dalë me jetën e tij, me pasurinë e tij dhe pastaj nuk është kthyer në shtëpinë e tij. Domethënë ka dalë dhe ka rarë shahid në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Për me kuptu se sa e madhe është vlera e xhihadit, luftës për ta lartësuar fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, do ta përmendim hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në të cilin një njeri erdhi dhe e pyeti: "Ya Rasulullah, dullani ala amalin ta'dilu al-jihad." O i dërguari i Allahut, ma tregon një vepër
me të cilën do të arrijë shkallën, gradën e xhihadit, luftës në rrugt të Allahut. Tha la ajidu dhalik. Pejgamberi tha nuk e gjej një vepër e cila është aq lart, aq e vlerësuar sa është i vlerësuar xhihadi në rrugt të Allahut subhanahu wa taala. Atëre i tha përsëri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hel tastati'a, a ke mundësi që të hysh në vendin ku falesh, dhe të falesh pa ndërprer, dhe të agjerosh pa ndërprer agjerimin, pa bo iftar. Thot, askush nuk ka mundësi që non stop me qenë në namaz dhe non stop me qenë në agjerim. Thot, e tillë është gjendja e mujahidit i cili ka dalë në rrugt të Allahut, është sikur personi i cili non stop, pa ndërprer, qëndron në namaz edhe qëndron duke agjeruar. Edhe pse xhihadi ka këtë vlerë shumë të madhe, në këto ditë veprat e mira të nderuar vëllezër shumë fishohen dhe Allahu i do më shumë se sa e do gjendjen e luftarit në rrugt të Allahut, i cili ka dalë për të luftuar dhe për të lartësuar fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Në këto ditë duhet që ne t'ja kujtojmë vetvetes përpjekjen e vazhdueshme për të bërë sa më tepër vepra të mira. Të kemi kujdes ndaj namazit, shtylla e fesë. Të kemi kujdes e të mundohemi që sa më tepër të agjerojmë, sepse është një ibadet të cilën e kanë praktikuar gjeneratat e para prej ashabëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E kanë shtuar leximin e Kuranit. Sadakaja, çka është sadakaja? Ajo që ne japim për hir të Allahut, e cila do të na jep hijen ditën e gjykimit. Thot pejgamberi sa, njeriu do të jetë në hijen e sadakas së tij në ditën e gjykimit. Po ashtu sadakaja e mbron fytyrën tonë nga zjarri i xhehenemit. Po ashtu sadakaja është diçka që Allahu e pranon nëse është e kryer ashtu si duhet dhe e rrit, dhe në ditën e gjykimit do të ballafaqohemi me një pemë madhështore, e cila ka qenë rezultat i asaj sadakas që e kemi dhënë për hir të Allahut subhanahu wa taala. 700 fishe shumë fishon Allahu sadakan e cila jepet për hir të Allahut. Në këto ditë të mundohemi që sa më tepër të sillemi mirë ndaj prindërve tanë, sepse birrul walidain, sjellja e mirë dhe respektimi i tyre janë prej veprave më të mëdha. Allahu i ka renditur në vendin e dytë më një herë pas adhurimit të Allahut subhanahu wa taala. Të kujdesemi dhe të forcojmë lidhjet familjare. Të mundohemi të bëhemi të dobishëm. Po ashtu prej neve kërkohet që në këto ditë t'i pajtojmë njerëzit që kanë konflikte. Sot kemi njerëz që janë në konflikte, në mosmarrveshje, që nëse i pyesin për arsyen, arsyeja është aq banale, aq e pavlerësa që nuk ja vlen që muslimani mos t'i fol muslimanit për diçka aq të pavlerë. Prej neve kërkohet që në këto ditë ta shtojmë urdhërimin për të mirë dhe t'i ndalojmë njerëzit nga të këqijat. Sot është e kundërta. Njerëzit më shumë urdhërojnë për të këqija se sa me urdhër për të mira. Edhe më shumë ndalojnë nga e mira se sa me ndalojnë nga e keqja. Këto ditë është nata më e çmendur e vitit për maturantët. A nuk është për të ardhur çudi, për të habit, për të befasu, për të tmeru, kur ta shohim gjendjen e disa muslimanëve, të cilët e kanë ndoshta gojën plot, ndërsa vajzat e tyre dhe djemtë e tyre i stolisin edhe i nxjerrin u japin bishës së pamëshirshme, e cila nuk do t'i mëshiron. Domethënë ne mendojmë se kanë të drejtë në këtë natë të gëzohen, këtu ja vlen të përmendet edhe një gjë. Ashtu si shumë fishohen sevapet në këtë muaj, i cili është një prej muajve të shenjtë, ashtu shtohet dhe shumë fishohet dënimi për gjunahin që e bëjmë. Prandaj, ai që është i arsyeshëm, ai që e parasheh apo ka kujdes për ardhmërinë e tij në botën e ahiretit, ka kujdes dhe nuk e bën atë që Allahu e ka ndaluar, sepse dënimi në këtë muaj shumë fishohet, ashtu si shumë fishohet edhe sevapi. Prej veprave që besimtar duhet t'i bëjnë në këto 10 ditë, është edhe duaja. Ne kemi shumë gale, shumë derte, shumë probleme, e kemi anashkaluar duan, prandaj t'i drejtohemi Allahut me lutje. Dhe për në fund e kumlon atë që Allah e ka përmend në Kur'an, lidhur me këto 10 ditë, e janë ma'lumat, ditët e ditura. Nëse nata e Kadrit për neve nuk ka qenë njohur, sepse e kalon
ose me qenë 21, 23, 25, 27 ose 29, këto 10 ditë janë të ditura, janë 10 ditët e para të muajit Dhul-Hijja. Liyadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, që ta madhrojnë, ta lartësojnë, ta përmendin emrin e Allahut në këto ditë të ditura që ne i dimë. Dhikri të nderuar vëllezër, përmendja e Allahut subhanahu wa taala është një vepër që e do Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu. Kur Allahu e dëgjon dikë që e përmend dhe e madhron dhe e lartëson, Allahu krenohet me atë person para të melekëve që i ka më afër vetvetes së tij. Allahu xhalla shanuhu me këta njerëz ka dëshmuar se ka dërguar qetësi në zemrat e tyre. Ata i rrethojnë melekët edhe për të, domethënë në zemrat e tyre ka qetësi dhe ata i kapjon rahmeti Allahu subhanahu wa taala. Dhe këta njerëz që siç e tham, të cilët i përmend Allahu në praninë më të lartë që e ka pranë vetes Zoti i gjithësisë Allahu subhanahu wa taala. Të nderuar vëllezër, përmendja e Allahut është diçka që e ka përmend edhe Muhamedi alayhis salam. Ka thonë, a'dhamu ayyami dunya, ditët më madhështore të dunjas janë 10 ditët e Dhul-Hijjes. Fa akthiru fihi, në këto ditë shtojeni at-tahlil, fjalën la ilaha illallah, at-tahmid, fjalën alhamdulillah, dhe at-takbir, fjalën Allahu akbar, tekbiret. Këto vepra i kanë praktikuar dhe shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur hynte muaji i Dhul-Hijjes, Ibni Omeri, djali Hazreti Omerit, radiallahu anhuma, dhe Ebu Hurejra, dilnin në treg, edhe thonin tekbira, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahi alhamd. Dhe krejt njerëzit fillonin dhe thonin tekbire, do në tonë kujtonin këtë përkujtim të Allahu subhanahu wa ta'ala. Të nderuar vëllezër, edhe këtë hudba dhe përfundoj me këtë hadith madhështor të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Një ditë Muhamedi alayhis salam ju tha shokëve të tij, a dëshironi t'ju tregoj për një vepër e cila është më fisnike tek sunduesi juaj, më e dashur për krijuesin juaj, Allahu subhanahu wa taala. Është një vepër e cila më shumë i lartëson gradat e juaja në xhenet. Edhe është më e mirë për juve se sa të jepni argjend dhe ari si sadaka. Edhe është më e mirë për juve se sa të takoheni, të ballafaqoheni me armikun duke i goditur atë dhe duke ju goditur a juve. Dhe në fund tha, dhikrullah, përmendja e Allahu subhanahu wa ta'ala. E kjo përmendje, nëse nuk kemi përfitim tjetër, përveç atë që ka përmend Allahu në Kur'an, ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub, zemra, e cila quhet zemër sepse rrotullohet shpejt, e cila sot ka shumë nevojë të qetësohet, të mbushet me qetësi, me rehati, ta ndihen mëshirën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Këtë arin duke e madhruar Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe Allahu xheshanu për shumë ibadete, pas namazit e ka thonë të përmendim Allahun, pas namazit të xumës e ka thonë të përmendim Allahun. Kur të kohemi të ballafaqojmë armikun, e ka të treguar që ta përkujtojmë, të madhrojmë shumë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe shpeshe në ajetet ka thonë, la'allakum tuflihun, nëse dëshironi të shpëtoni. A dëshiron të shpëtosh? Shtoj përmendjen Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikri al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.